Përshëndetje shikues të Radio Televizionit 21. Mirë se takohemi edhe sonte, uroj edhe besoj që një natë bukur edhe të veçantë e kemi bashkë me ju. Faleminderit secilit prej juve që jeni pjesë e pandarshme e imja, pjesë e rrjeteve sociale, cilët pak na komentoni, na kritikoni, na lavdroni. Faleminderit, se mbi gjitha jemi rritë së bashku. Unë fillimisht dua një falenderim shumë të madh për ata cilët fakt janë pjesë e pandarshme, janë pjesë e imja, pjesë e emisionit Një kafe me labin, që kafja e ka lezetin e vetë, domethënë në studion e emisionit Një kafe me labin. Faleminderit Pavinit, që është pjesë e pandarshme e rrugtimit tim. Po e bukur është kafja kur shijohet, sepse kafet i kemi afër vetës, bashkë me miq të mirë, bashkë me njerëz faktikisht që edhe ky sukses ku jam sot, rritesh bashkë me ta, rritesh gradualisht edhe vjen edhe forcohesh deri këtu ku jam. Një mik i juje, një mik i Radio Televizionit 21, mik i kamatshëm domethënë, njëri prej prezantuesve dhe njëri prej gazetarëve, redaktorëve ndoshta që ka pas një impakt dhe ka pas një honë. I dashur shumë për ju, por besa edhe për shumë familje të ndryshme, të cilat faktikisht edhe qoftë familje skamnore, po edhe qoftë familje të cilat i ka zbuluar në për vende të ndryshme, sidomos ato të Turqisë. Sot, jo për familjen nuk do të flasim, për familjen e dikujt tjetër, për familjen e tij. Është kënaqësi, sepse në studion e emisionit Një kafe me labin, është Batir Cakolli bashkë me dy evlat e vet, po i them kështu që Katrina Eugen, është kënaqësi që jemi sonte bashkë me babin në Një kafe me labin. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, kënaqësia jon. Faleminderit shumë. Batir, unë u mundova me përmbledh një prezantim, sepse mbi gjitha edhe unë jam ardhur, kur jam ardhur nisënisht i ki qenë aty, edhe me frymën tënde, me frymën e Siamit ndjerë, me shumë, domethënë cilët njerëzisë, shumë cilët kanë qenë pjesë e Radio Televizionit 21, unë jam sot ku jam këto. Për shkak se e gjeshit një mënyrë, një situatë, edhe më kapshit për dorë të lap, edhe më shteshit deri te zyri aty, ngam. O pejon, nuk e bëse thuj që ta që këtu po thuj kështu. Po e bukura është që sot e kësaj dite jemi bashkë, jekon edhe vazhdon me qenë njëri prej figurave të televizionit 21 edhe aq më tepër me qenë i dashur. Labi, unë ktheve mbrapa shumë kur punonim së bashku, kur fillonim punën në orën 8 mëngjes, e shkonim në shtëpi në orën 24. Ishte atë kohë, vërtet, një atmosferë pune, ku gjithë angazhoheshin për të realizuar emisionet e tërditës. Kemi pas diku një 6 orë live, sa të kujtohet prej orës 4 deri në orën 20. I kishëm 5-6 mësafir, pasaj në orën 22:30, pasaj deri në mesnatë, dhe 3-4 mësafir tjerë, ka qenë një punë e lodhshme, mirë po e suksesshme. Prej atëherë më kujtohet që vërtet kemi bashkëpunuar, ke qenë një organizator, një bashkëpunëtor, një gazetar shumë i mirë, për çka unë si redaktor i televizionit të Seni Krenona me ju, por kthehemi te familja. Këtu i kam dy evlat, si të thë edhe ti, mirë po kam edhe një evlat tjetër, është Endrita, Sugarica e vogël, cilin e përshëndesim edhe pse s'është këtu, edhe kam edhe 3 mbesa, 3 nipa, vetëm Katrina, 3 nesh, 1, pastaj 1 4, Eugeni, djalin Lekën i mrekullueshëm që e dua shumë. Endrita me Erielën, cilin e dua edhe atë shumë një mesë e vogël, shumë simpatike. Të thotë kemi krijuar unë 3 fëmijë, mirë po prej tyre tash kam 3 mbesa, 3 nipa, dhe jam shumë krenar që janë rritur në frymën ashtu siç i kemi edukuar në prindit, dhe tash rezultatet e tyre nuk mungojnë. Pra, çka të them, janë 3 fëmijë me të cilët kemi punuar shumë, që kur ishin të vegjël, dhe thot prej moshës 3 vjeçare, i kemi angazhuar në aktivitetet shumë ta në kurse të gjuhës angleze, pastaj në karate, Katrina dhe Eugeni. Bile Katrina ka pas një problem në shkollë, që ka qenë kështu e vogël, mirë, por në shkollën fillori një nxënës e ngusë diçka, dhe kjo tu shru karate e gjatë pamban, pastaj më thirë drejtori, thotë çka ka ndodhur kjo fëmijë, e ka rraf një nxënës tjetër, e thirrin atë nxënësin ai i gjatë. Thash kjo është në karate edhe. Edhe Eugeni ka shtuar shumë karate, ka arritur deri në afër kampionit të Kosovës, mirë po ndërpreu, pastaj gradualisht filluan aktivitetet ndryshme,
Si që dinë, ti ke punuar së bashku me Katrinën, kjo qyshe vogël dikon në moshën 10 vjeçare, 11 vjeçare që ka filluar në televizionin 21. Kjo është puna edhe prezentuesit, edhe gazetarit që në fakt me një pyetje ti i thot krejt komplet dhe të lënë. Prit se po du tash ta dëzëm atëherë. Katrin Eugen, është e bukur domethënë mu rritë në frymën e televizionit. Katrina e ka shiju domethënë ti periudhën e fundit po e shijon. Për shkak se periudhën e fundit në për shumë debate, në për shumë emisione, shumë drejt për drejt lidhje domethënë në për shumë televizione. A është e lehtë puna e babit që e ka bo, për shkak se në fakt e keni po e provoni, Katrina e ka provu qysh e vogël domethënë, po për ty tash sot, sa është e lehtë puna e babit për me bo? Në fakt, gjyku prej situatës tanishme, duket shumë e vështirë në fakt. Puna që e keni bo gjenerata ju, gjenerata e babit sidomos, për të paktën 2-3 arsye kryesore, spari presioni atëherë besoj ka qenë shumë më i madh, edhe për shkak të numrit më të vogël të mediumeve, pra ka qenë shtirë, kualiteti lajmeve ka qenë dukshëm më i lartë se tash, edhe pritshmëritë e publikut kanë qenë më të mëdha. Tash, nashta për fat keq ose edhe të mirë, ndonë është rrit numri i televizioneve, unë besoj që kualiteti edhe i raportimit të tjerave janë më të shtira. Po, me u rrit prej dikujt që e shema shumë në televizor se sa në shpe, normalisht që ta jep, do me thonë, këtë shtytjen për me dash televizionin, jo gazetar, pra për dalim prej babit edhe tinës, unë prej vogël e kom ditë që jo gazetar, dikon ofër televizionit po jo gazetar, po absolutisht është ndjenë e jashtëzakonshme aq ma pak që ki prej kujt me mësu, në këtë rast edhe prej babit, po për një periudhë jo fort të shkurt edhe prej tinës. Katrin, periudha jote? Rrugtimi në gazetari për mu me të vërtet ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, po që tash s'po dija me thonë fatmirësisht apo fatkeqësisht, unë nuk e vazhdova televizionin, rrugën e televizionit, por në fakt puna që aktualisht unë e bëj lidhet gjithçka me informimin, me komunikimin me publikun, kështu që edhe unë e qyshe vogël nështë kemi pas babin model që me patjetër jemi rritë në qatë frymën e televizionit, edhe kureshtja ka qenë qatë që madhe me provu që qysh është me dalë në televizor. Çfarë ndjenjë është. Edhe unë e kom hek qatë maraku në televizionit, po thonë prapë që ka qenë njona prej eksperiencave më të mira që e kom bo, po që nuk e hedh poshtë si mundësi nashta që me u rikthy prapë. Unë të kisha thonë po. Batiri po si kryt, po unë po. Jo, unë të kisha thonë që në fakt punën që e bën, je perfekt. Po, s'paku me pas me gjithë një gjutë përbashkët, qofë me televizionin, ose po e marrë apo me një senisja, apo me televizionin tjetër, ku ti shkon visi prezentuse. E hekat marakun, dhe me thonë, e gjithë shkapit, ku më vakt organizatori, producenti, i kryn gjitha shërbime tjera, ti veç e prezenton, dhe me thonë, edhe nuk mungon, dhe me thonë, me qenë pjesë e komunikimit. Jo ne përshvizoj rastin edhe këtu, që edhe e Eugenit edhe Tinës, po dhe në rritës, një farë mënyrë të kërkoj falje se gjatë gjithë kohës sa komponuar gazetare dhe punoj edhe ndaj tereni ka qenë tjeti që është alfa dhe omega e gazetarisë. Fati e dashti që në të realizoj shumë emisione në diaspor, duke filluar nga shtetet evropiane, por më së shumë të në Turqi, dhe është e vërtet që ka ndodhë që me javë, si këm pa fëmin, është pak i randë, normal që është e randë, edhe ndoshta s'ku mujtë jem afër tyre, bashkë kur kam pas nevoj, shkollën fillore, pastaj të mesme, se më ka rarë shumë që një javë t'jem në Kosovë, 2 javë në Turqi, jo në shtetet tjera për të realizuar emisione, por edhe kur kam qenë në Kosovë, e kam pas një farë mënyrët punës me fëmi që prioritet shkolla, vetëm mësimi. Ndoshta pak i kom gasmuar, ndoshta pak edhe kom bërtit dhunë fizike jo. Megjithatë, kur ishim në shkollën fillore, u dashkë që çdo ditë, kur thjesha prej pune,
në orën 7 mbrëmje, tha me detyra. Eugeni me thirr kokën. Me detyra të kryera. Nuk me dir bater. Nuk me di a pesil kryq që s'ka hongër dajaka. Ja. Edhe e kam pas qartë në orën 7, kur vjevën prej pune, tha tret. Katrina, Eugeni edhe Ndrita të rridheshin me detyra ndorë, me fletore ndorë. Ndoshta kam qenë pak i ashpër, se kur e pashat që si kanë kryer detyrat si duhet, kanë ndodhur që ja kur shky fletoren, apo kanë ndodhur diçka tjetër. Por megjithatë, unë tash kur i falje, atë e kam bërë këta, nuk e kam bërë për veti, e kam bërë për këta që të arrinë. Dhe fati dashti që vazhduan pastaj me një tempo të mirë, vazhduan shkollimin, edhe që të tretë përfunduar shkollën fillore të mesme, shumë aktivitete, pastaj shumë kurse të ndryshme, por mbaruan edhe fakultetin. Eugeni edhe është magjistër i shkencave politike dhe jam shumë i kënaqur që 3 fëmijët arritën atë që ja dëshirojnë, edhe pse thash, ndoshta për disa periudha kam qenë larg tyre, por tash jam bo burra, jam bo gra, edhe hecim përpara, por shpresoj se në të ardhmen të ta kenë me të suksesshme, me të lumtur dhe të tjerë së bashku në çdo moment. Okej. Eugen, pse sille kokën? Nuk kanë qenë realisht rolla rastet kur është dashur me qëndru demas mesnate për shkak se për një gabim të vetëm. Pra ka ndodhur një fjali e ke pas gabim, e ka shky fletoren edhe është dashur me bëu krejt prej fillimit. Pra qatë strikt. Ka qenë jashtëzakonisht tolerant në gjithçka tjetër përpos mësimit. Pra kemi mujt me bo nashta edhe na i sherr, kemi mujt me bo çfarë do problemi, po kur ka qenë fjallat e shkolla, aty ka qenë gjithçka e panegociueshme. Pra, unë shpesh bile kujtoj, e ndjera nana, qoj natën edhe na shete ende të shkru në fletore, tu i shkru tekstet që i kisha shkru nashta para një muji, po pse kom gabu diçka për cilën ta ka tërheq vretin. Pra, jo herën e parë, po sidomos nëse ke përsërit gabimin e njëjtë, tani nuk ka qenë hiç tolerant. Katrina? Unë e keshtu e kujtu një prej momenteve që e kom shkru tekstin 2 faqe, në gjuhë shqipe, edhe në fond kom harru një pikë, në fond me vendos pikën, edhe me thonë 2 faqet e krejt mësimit, u do është babi mi qky 2-at, se unë e kom harru me qitë në fond një pikë edhe dikon në mes tekstit një presje, edhe tani edhe diçka tjetër që do është ta me ndërlidh, që qa tempon e babit me shkollë, strikt, do me thonë që shka qenë babi atëherë, tash, përveç babit, e ka edhe geni, e që të dy të reflektojnë me të njëjtën tempo si babit e fëmija mi. E që unë të kjo pjesë që besa jom shumë tolerante, unë jom shumë tolerante, unë kom qef me lonë me që ashtu qysh dënë edhe qysh den, po që ata ma shumë javë kanë frikën dajës genë edhe gjyshit, se sa mu. Do me thonë që ajo e babit e ka kapë veç genin e ka përcjell, e unë nuk ka reflektu. Kështu që për mësem, na nuk e kena pas as edhe dë vetë min mundësi me na falë për diçka, për gjithçka tjetër na ka falë. Për mësem... Pastaj Katrina dashti që duhet bëhem gazetare. Fillojnë televizionin një të një si fëmijë, emisioni cili vili vilezat kujtohet, me Saki Beçenën edhe është edhe në kohë. Pastaj një kohë keni punuar së bashku, e ka pas atë emisionin Stop për 3. Eci mirë. Kemi bo edhe një vitri, kemi pas bo bashkë me Bleronën, me plët stafet, dhe me thonë kuku. Sa më kë edhe mu nuk thema më. Eugeni është i veçantë, me Eugenin asë një intervenim për diçka se këmë krejti ka rritë vetë. Fakulteti është maj miri. Po në 21 që ka me ndu tjetër. 21. E cekë që përveç 21-shtet, këtu tjera ti kam rri vetë. Por 21-shtet është kemi angleveshin nga njerë, mi thonë e temën për e mirë, këtë më sa firmere, këtë. E me Eugeni ka qenë shembullor shkollën fillore, po edhe të mesme, në fakultet gjitha dhjetëshe, edhe s'ku pas nevoj as me intervenu për punë, as krejti ka kry vetë. Do thanë, këj ka qenë i gjithashëm, këj ndryshe nga këta dy tjerët, edhe pse Katrina vazhdojnë në qeveri, në ministri. S'ka dasht një farë mënyrë, e thash që ma mirë prapë institucione të Kosovës publike se sa në televizion,
dashti fati pastaj u martua, edhe tjetin televizioni e shtune e dire, duhet me punu, duhet punosh pas dite, jo ekspozita, jo edhe e rëndësh program, pastaj tina dolin nga aty, tash punon në Ministrinë e Financave, edhe mirë po ecin lapdyt. Të regom, kush kanë qenë si fëmi ma kështu, ma gjiplana, gjiplejka? Katrina ka qenë ma problematike, Eugeni nuk ka qenë i urtë shumë. Mirë po, taksirati gjdo ditë, e vrante e palin, rëzoj, ky ka qenë i urtë tepër, bile shumë rasti, i thosha, nken, fëmit madhës po të ngucin, këtë qanë të thash, një natë u e ullja, thashe diçka, i pari mos e ngucë askenë, po nëse ti kush ngucë, këtheja. Edhe filloj pasaj u bo bukur edhe këtë problem, këtë rritë ma problem, mirë po këta s'kam pas kohë edhe të banë problematik shumë, që kanë qenë të angazhuar edhe në kurset ndryshme, thash prej 3 vjeçare, në kurset në gjuhës angleze, kjo 3. Pastaj, e vogla kishte qef edhe në vallëzim, e vjeni karate, kjo karate, kurset ndryshme, s'kam pas kohë fort merren me shere, me problemet, me halës, fëmive, me që të kanë qenë të angazhum tër ditën, si do më shtu në dile kur ishte e pushim këta në për kurse deri pas dite, kështu që jemi knaqën që vërtet kanë qenë fëmijë të mirë, të edukuar, kanë hecë mirë, edhe tash në një farë njëre po ma zbardhin ftyrën. Unë po du një emocion edhe një këthim në vite. Në më tënë, kjo është po para mendume, është drejt për drejt që të shkapi, Kaltrina me qenë vendin tem. Kaltrina, hajde, provoje vendin tem, edhe i ki babin edhe i ki Eugenin për balteje. Babin edhe Eugenin i ki për balteje. Në më tonë, i kini 5 minutë që se 10 minutë që është e jotja. Vesh të di në cilësi tonë, a në cilësi babit edhe... Ja, në cilësin temet, është kthehu në atë kohën e prezentimit, edhe sëtë... Me qefin matë marë. Jo vete pëse na i që kështë fletore. Po, që të do është atë shkolla mu lidhë. Vishdesh ta me të pytë, a je pishman për që ato në gjarjet që ka ndodhë për mësim të fëmija? Pak ja ku mbohë që ka u dashtë edhe ma shumë. Po thuj që mos t'i kështë bo, a i kryeministër unë presidente. Në do t'i kështë bo ma shumë edhe jo. I për si kështë dashtë këtë kohë asë njëre tjeni president, asë kryeministër në Kosovë në këtë situatë. Ajo kishmet në vullnetin tonë të tjirë me zgjedhë, po besoj. Edhe a mendojnë që ajo që shtje ke përdor atëre ka qenë zgjidhja ma e mirë që unë me vazhdu me të njëjtën tempo me reflektu të fëmija mi. Po e tash nuk po ka asë nana, asë burat mirë. Për para ka qenë ndryshe, prindi ka qenë prindë dhe të thot detyrat, obligimet e prindit ka qenë, unë për vete ku marrë me atë që ju të shkolloni, ju të mësoni. Pa mësu s'ka gjë, edhe e më ka shty që unë qysh 2 vjeç labë Jo, la, Kaltrina? Kaltrina, e di Kaltrina, unë 2 vjeçarë kërë këpse më ka vdekë edhe nana edhe baba, do thotë jem rritë pa prind. Dhe pastaj arrita në të kushte, kurse arroj një rast duhet të tregoj se Kaltrina atin, lau jemi ishte më e madhë. Edhe unë i kisha gjitha pesha, por një muaj ndodhi që pak me fëmijë fillova do probleme, do disi fëmijë në klasën e 4, edhe qka ka ndodhë, ka ardhë vlavi, ka thamë mësuesi e ka shumë mësimin. Edhe, atër ka qenë një metodë tjetër, e ka marrë vlavi një konop lakt, veç një herë ma ka hitë në shpinë. Unë pastaj 6 muaj e mojshë me në atë konop të rejë, për shkeshë në shkollë dhe fëmija, hajtë të dalin bojnë problem, unë shkej kemë në dhe të konopi. Edhe veç ka mësu. Unë s'ku përdorë, që ato do ashtë të më thonë e pas ka zbut, kjo atë metodën që shë kam përdorë me këto, dhe me thonë kjo të na... Me qenë sarkastik të një se ka logë konopin. Me konop tërtë. Një po, me përdorë dhunë letore. Një gabim, një shqyrë letore, e të një prej fillimit. Ato kanë qenë metodat... Qyre, pa do ashtë me anashkalu këtë pjesën e babit, unë po menoj që na kemi qenë inteligent vetë, edhe kemi pas një shtytje piteje. Se nuk po besoj se kjo shumicën e kohës nuk ka qenë në shpe. Dhe me thonë, atë mundin e madhë
na hyzmetin ja kena bo vetë. Po shtytje kena pas prej teje, gjatë që do të me potencu edhe shumë e sakt. Është e vërtet ajo, se shpesh herë unë vija nga tereni edhe u të regoja të jedinat emisioni edhe një më Kosovë një kohë, që ati ku më dhejtë qore, pasaj u të regoja, u kanë të regu që pa mësim s'ka, shihni familjet, kanë kushtet vështira, si po jetojnë, edhe kanë diku edhe që këta të vazhdojnë mësime, pastaj ka të ndodhë masakra e Reshakut, unë jem një ndët pa që pa ta zbulun atë kohë masakrën e Reshakut, dhe i kom përcjellë nga afër gjitha ato ngjarje, u tregoja këta dvegjer kanë qenë, pastaj çka ka ndodhur, si edhe e kanë kuptuar që pa mësuar nuk arritet asgjë. Veç ne kemi përjetu komplet familja, krejt emisione që ai ka zhvillu babi, ne kemi përjetu tuja se të njëjtat edhe në shtëpi. Kur e ka marrë emisionin edhe unë jam Kosovë, që aq viki i revoltum me problemet e tjerëve, edhe si sot më kujtohet, veç e hap ke frigoriferin. Qyre sa senet janë të ju me hangër. Janë 2 senet njëjta të qelta. Ata nuk kanë që ka me hangër. A beson që edhe neve dikur janë nisi qaq me na ndiku negativisht, edhe me thonë drejten, kur nuk e ka udheq mos i emision, nuk e ka realizu si historie, na e mi gëzu komplet. Me thonë se qaq ka reflektu krejt problemet atyne, mas ne na e kemi pas. Po që unë menoj ka pas impact jashtëzakonisht pozitiv për 2 arsye. Para, ka bo me përjetu një diçka që në rrethana tjera e ke marrë si të mirë qenë. Për shembull, unë i kujtoj 2-3 raste, kanë qenë disa fëmijë që nuk kanë pas as tesha, as këpuca me mbatë për me shku në shkollë. Edhe një prej kështu paradigmave kryesore të babit u kanë, okej, paramendoj dikush dën me shku në shkollë, edhe nuk ka kushte me shku, nuk ka tesha për me shku në shkollë, çka ju mungën juve si gjenerata. Po gjenerata jonë tash, me që jemi prind edhe unë edhe Tina edhe Ndrita, është deri diku më e lehtë që e ka efekti negativ për shkak se tash shumicën e seneve marrin mirë qenë. Djali, Leka, 3 vjeç, ai mendon që telefoni është i mirë qenë, dalja çdo ditë, çdo dytë në ditë është e mirë qenë, e që besoj kjo përvoja e babit, sidomos me 2-3 lloje të emisioneve, ka pas efekt jashtëzakonisht pozitiv. Po gjithçka u lidh me shkollën edhe atje. Po. Do me thonë, ata po dojnë me shku në shkollë, po nuk i kanë kushtet. Ju i keni kushtet për shkoni në shkollë, do të me mësu. Më dhe gjithçka të na është lidh rreth shkollës. Po veç me ato emisione, edhe unë jam Kosovë që unë i kam realizuar 176 emisione. 72 shtëpi ndërtu për ato familje të varfra. Përmes emisioneve i kanë pa diaspora bashkëdhëtare tanë në Amerikë, në shtetet ndryshme, dhe kanë ardhur dhe kanë ndërtu shtëpi. Do të thonë, efekti e emisioneve ka qenë shumë i madh. Thash edhe një herë kërkoj falje që ato i kom bërë nështë prej fshatrave, lagjeve të varfra i kom bërë të shtëpi, mi është e pamundër ti kur tanë ditën merresh me familje të varfra. Edhe ka ndodhur me Ilir Gorani, shpesh kemi shkuar atje. Çka kemi pas xhep para si, jo kemi dhënë aty në fëmijëve. Ka ndodhur kemi ble bukë me hangër kur i kemi pa ata fëmijë, nëse kemi dhënë aty në fëmijëve, aty në familjeve. Do thotë ai ka ndiku shumë edhe në familje, pastaj kur u thesh në familje veç ai si jetojnë ata, si jetojnë fëmija mi. Për ata gjithë e kanë pasur para në gjendje që duhet familjeve të varfra të ndihmojmë edhe. Del pak prej familjes, nuk i ke pjesë të familjes. Nuk janë pjesë të familjes, janë musafir tut, do të thonë që janë pjesë të emisionit. Nuk i ke pjesë familjes, po del pak, del prej familjes. Ti mos u përgjigj. Ti bën pyetje dhe më thonë edhe mos u përgjigj. Eugen të e marë parasysh angazhimin tonë të shumë në për televizione, në për debatet ndryshme, a mendon që mundesh në të njëjtën kohë edhe punën, edhe familjen, me i pas paralel? Për me qenë krejt i sinqert, e di që jo, për qatë arsye dhe shfrytëzoj rastin me i kërku falje s'pari Lekës, e normalisht edhe bashkëshortës të Ridës, sidomos në mujt e fundit, edhe pse këta mujt gati kanë fillu me u bo vetë prej kur kemi pas shumë angazhime.
Ka raste kur në krejt 24 orë që përveç pjesës së gjumit 1 orë ose 2 ka mujt me i kalu efektivisht me ta për shkak të angazhimeve sidomos në zgjedhje, në aktivitete, zhvillime tjera politike, po që në parim unë shquhna në fakt si një prind që unë më mi pas 100 punë, po që kur është koha e familjes, është koha e familjes, e di që ka njerë kohëve të fundit nuk është që ja kom dalë me sukses, ka shpesh raste kur puna e ka mujt edhe është diçka me cilën du me punu, sidomos për të ardhmen. E di unë prej babit e kom mësu sa shumë është me rëndësi me qenë ofër familjes edhe me tregu që për te lodhjes punës e krejt tjera prapë se prapë është elementi familjes, e që tash është duke shumë a i shprehun për shkak se gjeneratat e reja përfshi edhe vetën, punojnë 2 prind, kur kthesh në shtëpi nuk e bjen veç vetën, po e bjen edhe lodhjen, e ngarkesën, e presionin e një 8 orësh, 10 orësh ditës, që dasht e pa dasht reflekton edhe te fëmia, kështu që besoj është element cilin kisha dasht me sforcu në të ardhmen edhe me përmirësu, në mënyrë që të paktën leka me më pas ofër ma shumë sa që kom pasën në babin kur kom qenë i vogël. Nëse jo gazetaria, cili kishtë qenë profesioni që këshim po bahtirin na sot, jo në cilësin e gazetarit, profesioni tjetër. Po, buj kisha punu se gazetaria më kalo. Ma mirë shatin dorë. Përgjigje, taman e sakt. Nëse mund më në lobi nuk po du me marrë fakt rolin e ti nëse aq ma pak ta. Në fakt, ka kukshë që ka me ndu, tu këshyrë kështu video kresisht. Unë kam fakt 2 pyetje për babin, pa dash me interferu në rol. Pyetja e parë është cili është momenti kur të kena bu ma të lumturin, edhe e dyta është kur do që shkëm prej kësaj bote për shkak që dash me të majt menna, cila ishtë dash me kanë këshilla që na kështë jep neve për me vazhdu tutje dhe me bartë të gjeneratët tjera. Më kështë një siklet. Qëre, se për këtë pyetjes parë, lumë të nuk keni bo gjithmonë, por ma i lumë të ri të tine kom qenë kur e kom marrë vesh që është atë zënë dhe i ka 3 neq, edhe kom ditë që 3 fëmijë po vinë jetë. Teti, momenti më i lumë ka qenë kur ke diplomu, edhe isha në callë, ku profesor Afrim Hotin e 2 profesor tjerë një farë i le pa fjallë me përgatitit që kështë bërë për temën e diplomës, por mos harroj edhe leka, lindjen e lekës, që e kam shumë për qefi edhe lekën kër e përmendin që shumë e kam për zemër, por duke mos i harruar edhe minë edhe fronin, malin, punën, anën, erjenin e ditës. Të thotë, këto janë ato momentet që edhe kur është pëmësuar, se i vetë mi thash Eugeni është që asë njërë s'ka pas nevojë, unë të intervenoj. Për asgjë. Ndoshta Atinës nga njëherë kur i kishte gjitha pesë. Pra pëlludimet e une, jo? Dikoni qaloj ke pak një shtymin e të vogël. Mirë po për Eugenin, asë njërë s'kam pas nevojë. Asë të intervenoj për punë, asë të intervenoj për nota. Mirë po, gjithmonë e kom pas kratë gjatë për gjitha problemet. Çdo familje ka probleme, gjithmonë e kom pas kratë gjatë, gjithmonë mu ka ofruar babi që është ta zgjidhim këtë problem, edhe kemi zgjidhur çdo gjë kemi zgjidhur bashkë. Ka ndodhur që tjerë s'kan ditë asgjë, unë e kemi qenë ata që çdo problem e kemi zgjidhur edhe vazhdojmë tjetë ashtu edhe tash. Para se me vazhdu me pyetjen tjetër së tabonit, me çka kishe dashur me mbajt me mend, hajde ti në këtë pjesën këton. Po si ja nisi me mhin qef vani lap, kështu që kisha mujt me vazhdu krejt, po më pëlqen ideja me ndru. Një shijem ke, po pastaj kthehemi edhe bisedojmë domethënë këto. Patjetër. Dhe cila me kanë këshilla jote me cilën na me vazhdu. Vazhdoni me mësu, sigur. Mësu vjen mësu, po do të vazhdu jetën, t'jeni sinqert, t'jeni të afërt, ta runi familjen. Me zvetit kaloni mirë, si deri me tash si kaloni mirë, edhe fëmijët t'i keni afër, edhe ata të arrinë sikur se ju.
dëshirja ime është që besat edhe nipat të arrinë më shumë se jo edhe unë që kemi arrit, edhe kjo është dëshira ime që vërtet ata nesër t'jenë dikushit dhe të mbajnë mend edhe gjyshin edhe prindrit për sukseset që kanë rritë. Bravo. Atër, kër e ki pa për herën e parë, o dhez transmitimi dhe kaltrina për herën e parë për shën televizion, çfarë ndjenje ke? Ndjenje mirë, edhe pse kur ka në shtëpi, ka pas kritikat shumëta, qysh me ndejt, qysh me i parashtru pyetjet, cilat do t'jetë distanca, mikrofoni sa afër, ma larg, këto janë punë të redaktorit që e kam përdisme edhe tash me gazetarë. Mirë po, kjo mund të them që më renda një muaj ka arriti kuptoj gjitha ato. Edhe ka ndodhë që ka pas do një pyetje provokative, i kam thënë të jeri, nuk banë këto pyetje mi ba, ka pas edhe tjetë edhe në televizionin së një disa udhëheqësit e emisionit kanë mendu që duhet pyetje ma ndryshi, kjo ma ndryshi. Kam duhet t'jesh realin, pyetje t'jesh e afert me bashkëbisedusin, të arush atë bashkëbisedus, se pas një kohë prapë duhet i njëti bashkëbisedus, e jo njërë të bësh një pyetje provokative, e qëtë prej takti dhe pas taj asë njërë të vjen në emision. Këto kanë qenë të vërejtë që e kom dhënë edhe ka hecë. Babën e kom pas kritikusin matë madhë, do me thonë të gjdo transmitimi që kemi qenë në emisionin live, do me thonë kemi qenë në emision live 2 orë, edhe une përveç gajles të emisionit që e bashka, do me thonë për 2 orë, njona prej gajleve që ka e kom pas, ku shkojnë shpeta është babi, cëllën kritika me madhon kritikën e radhës. Qëndrimi jo drejt, jo krat manalt, me ditë që ka po folë, do me thonë, une gjatë emisionit i kom pas gjithë 2 gajle, bashkëbisedusin edhe babin kur të këthena. Bashkëbisedusin ma vonë. Bashkëbisedusin po për kundër krejt kësaj, krejt këshillat që i ka marrë, do me thonë, prej babit, jo kanë këshilla që kanë rezultu me pozitivitet të une, edhe normal që shpesh, kur e kemi pas disa polemika mes njoni tjetrit, edhe i të isha edhin qysh, krejt qëto që ka ti pithu, i ki defekt profesional. Se gjithë qka e vreke, që ta e ke thonë me tendencë, për ti në menjën te me qëfar tendencë e kom thonë, edhe po tonë gjithë e kemi pas të që kjo, bab ti këto e ki defekt profesional, edhe unë e kom ditë që kur të foljo në diqka, kur të shkoj, kuj ka me ditë me qëfar qëllimi unë e kom bo qatë pytje. Po me që thatë në fund, jena pajtu, veç edhe debata këna pas. Jena pajtu dhe një farë pike tani mo. Ja, pruni këto lavë. Veç edhe menoj që njëtin ven, me punu, me prind, do me thonë me familjar, sa është e mirë, është edhe e vështirë. Edhe unë e kom pas pak një ego, kështu që nesin fillim, kur hina unë më punë në televizion, ajo ndjenja me konë qika bahtirit, u konë shumë e mirë, shumë bëke mu një shumë krenare, po muj me thonë mas një 2 viteve, tani pak kisha qef se qika bahtirit, para se me konë qik e bahtirit, unë jom kaltrina, unë e kom një identitet temin. Edhe jo që janë nisi, baba i kaltrinës. Pretendimet i kom pas që ashtu, po ja që... Bahtiri mbet bahtir. Po, bahtiri ka mbet bahtir edhe, po tash përveç bahtirit, që e kom pasun ato që kom pas qef me thonë kaltrina, tash përveç që i ka bahtirit, edhe motra e Eugenit, në me thonë, mu vesh më ka shtuaj presioni publik hala. Nona e Trenjakve. Nona e Trenjakve, po... Shkire kopës. Bater, po Eugenin kër e pove në paraqitin e parë, në misionin e parë, dhe më të që fa ndjenje ke? Me Eugenin, para se të filloj të dalë në debate, kemi pas debate bukur të forta dhe mrenda shtëpisë. Ma te për politikë, i thoja Eugeni, ke kujdes se politika ndryshon, jo kjo është të mirë, kjo ma i keqaj do t'jetë, edhe kemi pas debate bukur të forta. Me gjitha te, Eugeni e kuptoj, edhe i kom thanë, me politikë mos u merë se politika është një profesion, apo ndryshon brenda minutave, jo brenda dite. Edhe kuptoj që, edhe më patonë që së do të merën me politikë,
filloj me shoqëri civile, filloj në KDI, e pastaj prej kandit të shoqëri civile, po i sulmon, një farë mirë, po i sulmon, po i kritikon punën e qeverisë, po i kritikon punën e njerëzve që s'punojnë mirë, edhe faktikisht me fakte, me argumente të plota, i ka bindë edhe shumë qeveritar, i ka bindë edhe popullin që vërtet ka të drejtë, me që shpesh edhe ne jam aty dhe i shoh, gjithë të thonë edhe politikan Eugeni ne ka qirë sytë. Ka marrë informacione, po i kupton çështjet edhe të zgjedhjeve, edhe të formimit qeverisë, edhe problemet rreth formimit qeverisë, edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me shtetin, dhe jam shumë i kënaqur që tash shumë njerëz më dalin në rrugë dhe më thonë, Eugeni, halali qose, tash po më thojnë, ati baba Eugeni, tha. Kështu që unë jam shumë i kënaqur që ka rrit këtu, mirë po edhe një herë, po e them edhe politikisht, politika shumë interesant, po sa më larg politikës. Bater, po du një pyetje. Eugeni në punë, Eugeni në shpe. Me dytë kam probleme kanë njerë. Mirë po, Eugeni në shpe, që them është i urtë i qetë. Eugeni në punë, edhe i s'ma prish, mirë po ta shtrot pyetja si mbeti Eugeni të emri Eugen. Ishte luftë, edhe unë isha në teren, gruaja kishte kohën e lindjes, Frejtoresha e afron deri spital, lind, pastaj në atë kohë s'ka pas telefon, edhe i thonë ata që janë mjekë sërbë këtu, duhet mbreta 5 minuta emrin, në jalon se për ndryshe janë ndrojnë emrin asë. Edhe ajo, Eugen. Frejtoresha, kur ktheva unë prej terin, thotë, e që ka mu, gruaja ka lind mirë është krejt, po ja lësh emrin Eugen. Thash, hajde pra e qoftë Eugen, edhe mbet Eugen. Po thash, kur më bënë nervoz njani ose tjetëri, pa më përësysh që e shaj këta atë, si apër edhe kuptohë. Unë e di që ka momente dhe më thonë shumë shtira gjatë jetës, ka shumë momente, ka sfida brenda punës. E përmendën këta se emocionet e krejtë edhe unë jam Kosovë të asaj kohët familjeve ti ki përcjellë të shpia. A ka naj moment ku i ki bo këta me thonë, ati shka hajde dalim, hajde PR për punës, për shkak ta lo pak punën, se për shkak një me, ne kemi punu shumë. Nësët nuk punohet dhe më thonë që është punu në atë kohë. E maj men dhe më thonë, bova ki, kemi flajt në nistënish. Se e kohën edhe nistëni drejt për Amerikë. Edhe natën transmitoj. Edhe në ato kushte, edhe në ato vështërsi, edhe në ato ngarkesa që kemi pas edhe psiqike edhe ngarkesë profesionale. Unë jam mëndu që atër të kujtojt e kemi pas vetëm një ditë pushim. Jo 2 ditë si ta. Edhe mëndosha që atë ditë pushim. Gjithë mund t'i marrë dalim të relaksohemi edhe nuk ka pas e djele që s'kemi dalë dikon drejka, vetëm që ti e mafër me këta, ti relaksoj pak, të largohemi prej problemeve profesionale, prej problemeve të kohës të atërshme, e cila ishte me njerë lufte, pas lufte, probleme, skamje. Do thotë, jam mundu që spaku ditën e pushimit të dilën, të jemi zbashku, edhe do thotë, pjesën madhë të restoranave dhe në atë kohë, i kemi shivu zbashku, e pse ishte vështirë, mirë po, besoj, është ma shumë, përveç pushimeve vjetore, ajo diçka tjetër, edhe detin edhe ato i kemi shiu, edhe në ato kushtet vështira, në ato presione psiqike, në ato rëthanat punës, më themi 16 orë, 20 orë, të thaj edhe kemi fjetë në televizion, kam arrit që sa do pak të ofroj një qëtësi, një relax, s'paku vikendit. Po kanë qenë 2 lloje, më falë shumë, kanë qenë 2 baba, babi i javës, i punës edhe babi i vikendit. Të një vikendit o tjetër bërbat. Vikendit ka krejt ndryshë, në fakt e kemi pasë kështu në princip të shajt vikendin, që ta babi nuk ka asë një rast që më kujtohet, që për vikend kemi qëndru në shpe. A kemi shku dikun, a kemi dalë me shetit, a kemi vizitu një fshat, a kemi bo diqka, po me rëndësi është që vikendi si i tilë ka qenë i shajnt,
edhe ke mujt me njoft një bab cilin nuk e ke njoft gjatë 5 ditëve tjera ose 6 ditëve në shumicën e rasteve. Edhe do ashta me cikë që tash për kundër krejt angazhimeve familjare që i kem, gjeni me Loridën edhe me Lekën, unë me Granitin edhe me fmi, na prap vazhdojmë me pas vikendin me kalu, një ditë vikendit e kem me pa tjetër me kalu komplet bashkë. Me thonë këto si shprehi, na e kemi vazhdu, do me thonë edhe për kundër krejt angazhimeve që i kemi pas, edhe që vazhdojmë i pas, një ditë vikendit e kemi me kalu komplet. Do me thonë e pa mundshme është? E pa mundshme është, na e kem o të shtunën, o të djelen, me pa tjetër me u taku komplet familja. E që kur vjen ti në, mashallah, 2 kera, 3 E po. Ja, për shumë, nesër e pa të ndërmend të shkojnë dikom, nesër mbledhja e kuvendit, e tash shka do të bojoni? E di që kanë, ndoshta pak kanë ujnu, se mendoha nesër dalin dikom në drejkë, ashtë vikend. E për këto i kërkej falje edhe Genit, edhe Tines, edhe Ndrites, edhe nipave mesa, Mali, Froni, Ana, Buna, Eriona, Sendrita, për shortës Ardianes që nesër do t'jemi në punë. Unë edhe Eugeni. Të që po mjetë mu mi mbledh krejt edhe me dalë. Kaltrin edhe Eugen, që e kishtë të thonë babi tani këto moment? Diçka që ju vjen me a thonë kështu? Okej, në fakt, nuk e dija, kom pas mundësin bashkë direkt, po mendoj që e meriton me falenderu që ka qenë jo veç baba, po që ka qenë shuku maj mirë që kom pas në jetë. Periudën para 14 viteve gati në atë kohë kur nana pa të ndru jetë, ka qenë kështu pika e kthesës ku raporti me babin nuk ka qenë më veç raport me prindin, ka qenë raport me dikën cilin e ke pas shok, ke mujt edhe ke prit që ndonë me ty. Unë në atë ku këm qenë 15 vjeç, ende pa i bo 16, kështu që në periudën ashtë ta marrë fështirë, e këm gjithë atë shokun që në qatë periudën e adoleshencës të vynë shumë, kështu që shfrytëzoj rastin me falenderu që është shoku maj mirë, për cilit i kom marrë këshillat ma të mira e cilat sot tentoj me i zbatu normalisht e djallit e Leka, të shpresu që këme qenë edhe unë për të aj shoku ideal që ka qenë babi për neve. Njëjtën e menova edhe unë, ndoshta me thonë që unë shpresoj edhe është dëshira e me madhja që me vazhdu une me sjelljet, me gjithë shka që babi ka qenë për neve, une me vazhdu të njëjtën të fëmija mi. Do me thonë, jom falemderuse për gjithë shka që ka bo për neve, edhe me... Edhe ku me bo moj se... Une po flasë gjithë shka që ka bo për neve, e menova për kohën ma hershme, kjo tash nuk diskutohet që po që të njëjtin raport të qështa edhe Geni, unë për çka nina shumë krenare që na babi nuk e kemi pas, veç bab, po e kemi pas edhe shok, gjatë që në kanë ndihmu neve, nashta edhe me mri ku jemi. Se qëfar do probleme që e kemi pas, na e kemi pas pikën kyqe të babi me shku, qofë për të mirë, qofë për të keq, edhe unë kom qef që nesër të fëmija mi me reflektu të njëjtën. Do me thonë që mos me mlogarit mu veç si non, po me mlogarit si shoqe. Edhe që to kësha pas qef shumë, edhe jo më falimderu se qka ke bo dhe qka vazhdo me bo për neve. E tash nëse muj labë më falë, unë në fakt përdu me shfrytëzu rastin edhe me falenderu tinën, që u ka në kështë një farë nanën miniatur për mu edhe për Ndritën, si fëmija maj madhë, shumë a shumë përgjësi, unë 15, Ndrita 2-13 vjeç, pra tina ka qenë ajo figura kështu në shpet cila ka tentu me i zëvencu disa prej roleve, kështu që falenderoj shumë për këtë pjesë edhe mjafton ashtu me falenderime. Unë po du juve dyve, më ju thonë, a kema ndryshe kjo intervistë se sa në debate që e mësu? Absolutisht në pas ka marrë malli me qenë pjesë një interviste ku nina si në shpe. Thjesht janë do kamera në rreth neve, po që edhe debate edhe ato që a ndjemi, thojmë ndryshe për shkak se po
në debate pak e kërkon një lloj po lirit gjithçka çka e thu. Pra dush me qenë kujdesshëm çfarë në kupton. E këtu për herë të parë univa kështu sikur në shtëpi dhe mujta me thon fiks ato që ndjej pa pas gojën as çysh kuptohet, po mbi gjitha pa pas nevojë me jep një spin të. Në ceka që na dalim shumë shpesh, po nuk na bjen mi bo qëto falemderime, kështu që unë të falemderoj për zemërsisht ty që na u dha mundësia që në shta diqka, po, na bashkove në një emision ku në shta dhe pas nevojshme, në shta mi shprej qëto falemderimet edhe qëto qka na i kemi pas, po që nëse jo me fjallë, unë e po besoj që qofte Geni edhe qofte babi, i kemi pas njërat tjera që i kemi shprej këto falemderimet, po kështu gojarisht tash po besoj... Edhe shpresoj shumë që mas kush e disa vjete, pasartës të lobit ose kush dhe që ka me pas një emision t'ilë, me na pas mu, lekën, lëridën fëmi tjerë në një emision kështu, e na shta njëjtë edhe ty me granitin edhe me fëmi tjerë. Sot bohën tash nuk me pas edhe një emision tjetër me mu i me bo emisione, jo? Jabi dashtave që diçka, jemi një familje komplete e mirë, po mos të arrej se jeta provon edhe me shoqërit mirë. Beso që kemi shok të mirë edhe në televizion, ku jeni jo dhe shumë tjere mirë, po ka përmendi vetëm njerin prej tyre, Ilir Goranin, që prej 1999 jemi bashkë, kemi punu bashkë. Bater, mos shko ma atona. Mos shko ma atona, mos i ka televizioni. Këthej kokën në kafe, po të pret Ilir Gorani. Dhe më thonë, është pjesa tjetër e jotja, është pjesa e kafes. Shkojmë pim kafe me... Bater, ta është veç rruju, ta është këtë dush mi qelë krejt mi qitë. Jo, më të qelë. Ku je, pavush? Ku je? Unë për të kazoj, mi ka dhonë 3 euro me të bu hurë. Për 3 euro ta është këshu që ako me bu. Unë për falenderoj edhe Eugenin edhe Kaltrinën, për shkak që kanë qenë pjesë e emisionit sot një kafe, më labim, Bater, ajo pjesë ke ndryshe bashkë me fëmit, edhe kjo pjesë tjetër tash është pjesa e kafës, ku i lirit, unë i kom thonë, po thonë, i kom thonë... Në sporti mërë mërzi për batirit, se djallit vet i thët edhe mu që më ka djallë të ma. Së më përmeni heqë. Jo të përmeni, shumë shpeshe të rosim. Përmeni të djallë të ma. Shumë shpeshe e thirim Eugenin e thëmë hisën kina me do për gjysë. Okej, po dalë këtë pjesë këtu, edhe këtu kisha dasht që para prakisht me ju bu kafet e kremi me ju bu kafet, se dush me shiju edhe ti kafen, edhe po më interesën kështu, Ilir, aje gati dhe me thonë mi aqit krejt komplet, qka ka? Dhe me thonë edhe të mirë, edhe të mirë. I ka thmit aty për s'po mojë, bre. S'po mundesh, a? Dishka po. Që po dojnë ata, qitja. Valoj ka zoti për mu, pa ka zoti për ty krejse. A nisëm pelojnë a qitu haver. Nuk po hima atona. Dhe gjamë, mitësia, raportet, shumëta, gjirimet shumëta për një vendit, një vend tjetër, diçka të bukur keni realizu, po më intereson pak, kuj keni pi kafen më të mirën jo dëtë? Në cilën shtetë, për një shtetë e një shtetë tjetër, kuj pi kafen? Për 99-ës punoj me batirin, jëmë konë thmi, kur më ka marrë me veti, nuk dë aroj kur. Në ashta në Evropë, mrana mujt i na shku ka 5-6 herë. Dhe si kur të stash herën e mront, që kina qenë Finland, Helsinki, fanderit. Nuk jena kalu kur si kur herën e mront. Edhe ka farmat mire kemi e pinë Helsinki. Jena kon katin e 17 me banim, po me nëjnë hotel, a katin e 18 i kena pas hotelin. Këtë bazenin. Bazenin. Okej. Edhe temperatura e minus 10 gradë, edhe na me i në bazen më lo, unë e i liri. Në fakt me të kalzu drejt, kënë 2 gra të u la. Edhe na i morëm avlijat edhe asë mund gjitë, tash na nuk e dishim sa është uja i në zeta i ftoft, edhe kjo hini i pari. Pe i natit, pe aty në dyja, qashtu hini, zdekje mu tërhek. Edhe hinëm nesit u smu. Bater, ku është konë kafja me Ilirin, diku që e mba në mend, dhe më thonë që
O kafe e mirë, ose jo kafe e mirë? Se në kafe jemi, po flasim gjithë shka për kafen. Pa gjithë kone që nuk e arrojnë Zvicër. Kemi fi kafe të mirë. Pastaj edhe Gjermani, Holland, Belgjik, po kus kemi pi në kafe kemi pi. Pe 99-ës mo. Pe 99-ës mo. A ka në i moment në i send interesant, batir që edhe kafe, po vjen? Moment interesant, i dirës. A të kune me veta kë? Jo, hajde, Ilir, ti ma sporti, hajde kalzëm në i moment interesant. Jena kon në Gjermani, jena kon në Berlin, edhe shku me zgjeru diska dhe tash ata më na prit mirë, edhe po më vesin mu tha se ky pak maj vjetër, edhe po më vesin tha ku ka qef vatire, avden. Edhe unë po afrona për dhëmë, tash ka qef ku ka sauna, ka bazena, pa avden. Po, relax, se na këtë të shkon mu edhe ky ma bëjke, çdo minut ma bëjke thuj, shkojna hojna bukë, shkojna hojna bukë, avden, se i shumë tu. Edhe unë aty në vket ndryshe. Edhe ata po më qysh jo, abden, edhe shkum na të bazenat, kur hinë mra, na dhanë do peshkira, nuk e dhjave. Me ana 1 minuti 2 më hupi. Lëp batirin s'ka, kur e sho batirin, te buka hajke bukë. A na shkum për tjetër sen aty. Dhe me tëmë kështë që... A, më s'badër edhe O, tash më s'fër se folje dhone. Batir, a ka në i momente kështu që këtë të regoj një moment dhe me tonë që ta ka ndryshu krejt komplet, ti të lypë bukë, këtë të thonë ju po të më pishin me të. Të regoj një rast në Turqi. Këtë del një mbramje, me dikon në hotel nesha. Dhe ka shku një vend me pa diçka striptiza, ku po t'jeni që ku ka shku? Vjen një shqiptar, shumë vetari madhë, na mërë neve në hotel edhe të shku rrugës, po shien do fotografi të femrave, si, edhe kë, laki, a i tash po e shedhet. S'po këshirë, thot, i gjamija, diçka, po këshirë, diçka ka aty, edhe kjo diçka po i thot. Thot, onë e diçka ka se kesh mbro, po kupit e diçka ka aty. Dhe me thonë këto. Unë e di që keni realizu edhe keni pas, dhe me thonë, shumë të mira raporte mes një një tjetër. A ka në i moment, dhe me thonë që na nuk e dim, që në fakt ju i dy t'jeni në prish? Ja, shans nuk ka. S'ka dhe s'do t'ket kur. Ja, bolli i keqë, po ja. A njerëm ka mashtru për një që këtë kalzën unë s'flas. E shkëshim për Zvicër, edhe i murëm turbat, po një farë laptopi me veti. Një qantë. Edhe unë për vetë qakibat, laptop. Në të vazhdojnë tashke. Qake laptopi. Kisha problem me frymarje dhe një aparati frymarjes. Edhe kër shku atje, tash ke rrymë. A pek të ujtë, unë e veta që ka, tha laptop. Që të tjerë laptopit e vogël. Edhe kër shkojmë në Italia. Në Itali, ku po, Venecia. Edhe him në hotel atje, thash, a ka dikun... Kabel vazhdu s'lypi në hotel, para me në nota 200 euro, kabel vazhdu s'lypke. O, tash për... Një unë e një shqiptar mu afrun në dyherë, tha, qapi vinë me kabel i vazhdu, tha, valloj, s'pedi, tha për laptop. Ha, thash për me laptop. Shku në prënë një asë 50 metrave. Kuj nga i mrena, kur e kanë zirë aparaturën, thash a operaciona, që do më boha, po me ato rame flak me që ato u qësha natën, edhe jak me kësha këqyshtove, hejtë gjumin matë mirë, veç bëjnë. Moment tjetër e përmendi këtë tash e po folë vetë. Kuj natën ratë shumë. Edhe ishëm në Vjena, edhe në dhomën tjetër një këtë, së mloke me fjetë prej. Bashkina, kur se na do? Edhe shkoj e t'ja hipre i shoklak, veç ka po, mo bre se po u këfjellë. Ka shumë. Bater, mi përmende, janë nisën mi përmend kolegët, janë nisën mi përmend gjithë, edhe fakt dole tek i pari që përmende ke i liri. Në tonë, mos ju mesin bërë që edhe tjereve. Kush janë ata tjertë, në fakt që patiri pin kafen me qef, tash, po tëmë, shumë jonë, po me qef. Qëra, është ta Afrodita, Florini,
Gjeri, mos jaroj këta se këta kanë qenë baza kryesore televizionit një senit, që në kanë ndihmua shumë. E besa në momenti kër kam betë në Reçak, në përdita Sarashini ka qenë ajo, e cilja u dashë edhe në Amerikë, threkta generalet dhe atësit e mbeta unë në Reçak, edhe të pat intervenu të Amerikanët që vinë të nëzjerin nga Reçaku pa të mbeta atje në luft. Edhe ka luan 26 vjetë 7 në radio televizioni një seni. Mos të arrej edhe Antigone Baxhakon, mos të arrej edhe Zënil Buzukon, mos të arrej edhe gjithë tjertë, mos të përmendi me emër këta 3 tash të ka shumë. Mirë po, unë i përshëndet dhe i falenderoj që pa ta s'kisha mund të arri ku jam sot. Edhe besoj që edhe me konë kontribuar që televizioni një senje tjetë një televizion shembull këtu në Kosovë edhe në rajon. Shpresoj se do të kontribuoj edhe vitetve në vazhdim. Kur e mojnë am ledhjen, këto do të mi kallëzu Eugenit, kur të mojnë am ledhjen, hymi kur e bojna, çdo i dyti kamerman, i pari e thirë, hade bab. Sa të mi i ka nuk e di. Ja, shaj respekti. Shaj respekti, se tash, a ki pa dhe kong të janë baba, unë jam baba, gjithë kush për dhe më tonë, kështu që në shaj respekti. Unë s'po më i thonë o birë krejtë, se i të shumë. Baba i 50 katë. Unë e di që gjatë këtyre viteve ka momente edhe të mira edhe të këqija. Vatir, i ki rapi shmonit ndë një herë për punën që e bënë? Një herë i pa të rapi shmon ishim gjatë luftës në Qires. Ishte temperatura dikon minus 16-17. Edhe kur i vizituam masakruarit në Qires, edhe u dash këthejemi. Duke u këthyër, momenti më i vështirë në jetës time ka qenë ai, një njeri me një mjekër e kishte dasë qizmet e lastikut, e thejmë ashtu, edhe i futken borë kam dath. Po e shohim ne. Tha, qëka është puna? Tha, kam thëtoft. Edhe tha, kështu po më zërën, kur po ishti në borë, po më zërën kam. Edhe a i ka qenë një moment kur unë i këm pas një palë qizmicet me leshtu, i këm dath, ja këm dhanë. Edhe pas lufte, shkojën e për Malishev. Ndali me pi kafe një restoran, edhe njeri më shikon. Thot, apo një mu, thështë jo. Thot, gjatë luftës në Qires, të këtu i prej Qirezi, mi ke dhanë qizmet, edhe që aty qizmet në ka shpetu kam të mjedin. Edhe i ka qenë një moment që unë i kësha arruas, nga shkundër men që mund të atakoj atë njeri. Dhe të kishte një moment që më ka lanë mbresa kështu në përqësin jetën time. Ilira, ka në një moment që të ka bo për mundi kesh edhe këto gjëvarë të momenti edhe me tonë s'po du me punu mo? Jo, në profesion të amin jo. Jo, e kom dash gjithë këtë profesion, e kom bo me vullnet, e boj hala me vullnet. Edhe kur kom pushim për shamull, jo mësu që ashtu televizionin nistenish në e ka dhonë atë shkollën, atë edukatën që temelin e i ka bo. Unë, dhe sa të kam këtu, dhe me tonë edhe batirin e kam, unë si sot kom qenë drejt për së drejti, në atë kohë dhe me tonë bashkë me shikuesit, e djele është dita, edhe në fakt ku më vesh edhe drejt për drejt live të folë, edhe më thotë Sofia që ndroj jetë si jami. Edhe isha në transmitim live edhe nuk e disha dhe me tonë atë momente, asë reagimin, asë qysh ko me reagu, asë qysh ko me shku, sanë. Ilirë, e bukura është, pse për tëmë pse përmenda, e bukura është që edukatën edhe mbirë sjelljet e tina, dhe me tonë t'i kalon ty mbrapa vetës. Për shkak që ti mundohësh, dhe me tonë të miren edhe të keqen me nda, edhe mundohësh gjithmonë me qenë transparent me se cilin prej kolegëve. Ja nisën e sparit, thëmë për Siamin, që unë e kom pas mësues në gazdaritë Siamin. Qyshëm në Radio Prishtina i hapat e parë mi ka thonë në moshën 17 vjetë 3 muaj i kom pas kur kom fillu në Radio Prishtina. Në atë kohë Siami më ka ndihmu shumë edhe prej ti mund të mi kom marrë hapat e parë. Dhe një farmira i ka qenë mësu si im për gastari. Pas një kohë në moshën 19 vjeqarë, 18 vjeqë i ka pasur po kjo edhe fillova pas të me ta. E ta shumë jam një farë mësu si këtina, po... Profesor. Profesor.
ka qenë njeri i mrekullueshëm, çdo ditë kemi qenë edhe në televizionin e tjetër së bashku me te. Kun knatësi u kun me pi kafën me ta. Knatësi u kun me pi, se ke mësu diçka edhe për qëtësin që e ka pas. Gjithmonë e kemi pas çdo ditë së bashku. Kështu që kur u bona shef në 2007, në thirin zyre, kur saroj, tha njerin tha e prish tha karika dhe parja tha. Kështu tha që mos ma merë tha ftyrën, tha sena me në familje. Bravo. Ilir, unë po të falenderoj për zemërsisht, falenderoj shumë që ke pjesë e emisionit Një Kafë me Labin sonte. Po thëmë, po e falenderoj Batirin për zemërsisht, sepse uroj edhe besoj se në arkiven e Radio Televizionit 21 apo edhe qoftë në YouTube, që kjo të tjetë si një emision i joti, i kushtum, bashkë me familjen tënde, bashkë me njerëz të tutë zemrës, bashkë me ata të cilët faktikisht e ndonë edhe të miren edhe të keqen. Ata dytë i ke të shtëpia që ndonë të miren edhe të keqen, këto e di që e ki këto nën tjetër të televizionit që ndonë edhe të miren edhe të keqen. Kam edhe vajzën tjetër, që sështë me ne këtu. Po, mendoj të emisioni. Unë i përshëndes gjithë, edhe t'ju lep, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Edhe ishte një mbresë që do ta mbajmë në tani tjetër. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Jo, ta më puna. Unë për thëmë qëndroni bashkë me Radio Televizionin 21, sepse është koha për ata cilët gjithmonë, e dinë edhe Batiri edhe Iliri mos ta lërë zoti asnjëherë për ata, është marketingu. Marketingu edhe emisionit Një Kafë me Labin, por marketingu edhe i Radio Televizionit 21. Pavini, faleminderit për aromën e kafes që më jep në studion e emisionit Një Kafë me Labin. Ju e dini që mundeni me shku lirisht në çdo lokal edhe në Prishtinës, shumicën e lokaleve e gjen Pavinin, aromën e kafes që ta jep, aromë dashurie është. Kështu shkojni edhe provojni edhe vetë. Por, aranzhmanet turistike, Fibula. Faleminderit që është pjesë e imja, pjesë e emisionit Një Kafë me Labin. Valone, unë për thëmë shikuesve, mos u ndani nga ne, sepse është edhe pjesa e dytë. E kush është pjesën e dytë? E zbulojmë pas pak, s'po të regoj tani këto më. Rastësisht në rrugë të takova, një goditje në zemër e mora, një goditje në plakën e vjetër, që u pa plakje dikuj tjetër. Kish marrë madhi shumë e pa, zanin me tani, jë mjere kapit vetëm, ku je moj dashni. Kish marrë madhi shumë e pa, zanin me tani, jë mjere kapit vetëm, ku je moj dashni. Jo, nuk mundem rrugë të vazhdoj, ti jeto u këtu po qëndroj. Jo, nuk mundem, shpirtin po më dhe, ti jeto se për mu mas ka dhe. Ti jeto se për mu mas ka dhe. Ta shfjallën morë dhe me tjetëri sante ti po fle, gjenjë shtare është fa se kam gjelozi, po sa ti di se kush ishe ti gjithë jetën. Në praverën e vonë as ti tranda film, ma nuk she. Ti
ende mashtro pas ti e panive. Do shta u po mirë, unë t'kisha shumë vështirë, ta bindi vetëm. Është fat se kam gjelozi, po sa ti di se kush ishe ti gjithë jetën. Në praverën e vorë, as ti trënda filma nushe. Ti ende mashtro pas ti e panive. Nuk e bërë këto me kate, ka dashuria. Ti vezdeshte me poshtru. Nuk e do të tjetri ke vesh da me mia. Qa po duke ty, ku po mbrënë sy, me katare. Ti mundesh me pyth, të njo mirur thy. Ti moj tradhtare. Po Duar Trokiti, lab, hajde. Duar Trokiti më shumë për këta. Hajde se ashtë si vera, po të më ty, si vera në zetë që është. Faleminderit shumë. Taulantit edhe Ljumit, faleminderit shumë për gjithë shka, sepse e bukura e krejt kësaj është, sepse mrenda 5 minutave dhe sa shkoj marketingu, ju koordinu dhe më thonë edhe qka me këndu. Dhe më thonë gjithë shka ke shumë e shpejt. Lab, faleminderit. Faleminderit nga ju. Unë uroj edhe besoj që kemi pas një natë bukur, se jemi në kafe. Atë ka marrë malli për dikën me pini kafe kështu tamam që shduhet. Për kënd ka marrë malli? Po me bashkëshortën time. Me bashkëshortën, veç me bashkëshortën, për shkak se periudhën e fundit jema shumë, domethënë jem në Kosovë dhe çata ndoshta arsyeja kryesore për bashkëshortën. Po dikon tjetër që sigurisht me babain tim të ndjerin. Domethënë ajo edhe unë njëjtë kisha pas shef domethënë me pi, me babin edhe ndoshta sepse s'kam pas rast kur me pi një kafe të mëngjesit ose në brëmje me babin tim i cili më mungon gjithmonë dhe derisa vdes do t'jem me bindje që është gjallë me mu gjithmonë. Edhe na derisa e pim kafen ata e kena mrapa vetit, kështu që më pa merak domethënë se na qëndrojnë afër kudo ku jemi. Labe, unë e di që në fakt na për të kafja prap domethënë unë të kafja kthena domethënë, po para se të vim tek kafja të flasim pak për kafen, po du me të pyet për lagjen. Në thonë, kur kanë me pi njerëzit lagje kafen? Kemi thonë shumë herë, se bashku me ju. Më saktojmë data, më saktojmë ditë, po më mëndej, po përgjithsi dhe më thonë lagja, kur... Po, sigurisht që unë nuk kam qenë një profesionist e asaj fushës, nuk kam pas një uri në ndërtimtari, edhe tash jam bo më duket një mini profesionist, edhe kam pas shumë probleme mendoj me infrastrukturën, me gjana që nuk kam njohur atë profesion. Se ki ditë se që shqitet dy zollë, një cement. Jo, kam ditë, po s'kam ditë taman. Po tash më duket jam bo më profi se ata mjeshtre që janë aty. E kështu edhe besoj që si vjetë është fundi i punimeve dhe ashtu dhe po banojnë mbi 50 familje aty. Po, aty veç ka fillu banimi, po përgjithsi unë mendova dhe me thonë me përfundu me restoran, me përfundu me gjithë shkapi. Po, besoj në shtator deri 10 unë mendoj dhe më herët, po tash gjithmonë i kam frikë, do thotë shiut, borës, do thotë kjo kohës, edhe por, unë mendoj që edhe gush do t'jetë përfundimi, po ajtë talojmë fundin e vitit. Fundin e vitit. E bukur e pajlojmë deri në fund vitit. Po ti duhet të atush që shtëpia jote është gati moti. Po. Po ti që s'vjetë që me gati. Nuk po e du të unë po e du përgjithsi. Dhe me tonë përgjithsi që me pas mi ftu për me shembull mesht dhe me ardhë dhe të restorani me shiju një kafe, edhe besa edhe ata cilët fakt nuk kanë shtëpia tona, nuk kanë marë, ka ndonjë shtëpi që mundën me pa edhe me thonë, lab, a mundet me konë ndonjëna e lirë këtu edhe me pas edhe jemja. Me qenë se nuk ka më të lira, nuk ka të lira. Ato projekt që kam kry une,
që dhe më thënë është në përfundim, unë nuk kam për me shqit mo, po kam miqtë e mi të cilët e kanë marrë për biznis me një çmim shumë të vogël, në atë kohë kur në kanë qenë çmimore shumë të lira, edhe tash janë të shqit me një kosto shumë, me një çmimore shumë të lartë, sigurisht, sepse kemi legalizuar rryma, jo tokën më dojë shtëpia, janë proces legalizimit, po rryma është pranim teknik, është nërtoksore, gjitha ka ujë, asfaltimi përfundon gjatë këtij muajit, gjitha lagje. Çka është më rëndësi, kemi punuar shumë me gurë, e kemi bërë këtër lagje antike, mbi 15.000 metra katror kemi punuar me gurë, dhe më thënë, taman është si, muj me thonë si Malzi, si Ulqin, si Kroaci, disa si Pogradec, kësi vendet, do thotë, po. Lab, unë e di të më thonë që shumica e njerëzve në fakt që janë ndjekës tu, e din dhe më tonë punën dhe e din gjithë shkafin tonë, se shpesh herë i publikan dhe më tonë. Edhe të kjo pjesa, edhe projekteve të muzikës, po edhe pjesave dhe më tonë, sidomos të lagjes, për shkak se lagja kompleksja Allegro, po e thëmë. Muj të pjune këtë? Po, pa tjetër. Se qëtë shumë përqend kush e ka po këto? Vetë, a Kremi e bu një kafe, e Kremi zakonisht dhe më tonë i bon kafet, kështu që pa vinit, faleminderit, unë e di që e kina i dasëm garant, dhe më tonë, që tash unë për ta përmendi ku është, dhe më tonë edhe kush janë distributorë të pavinit, është Laluna, për ndryshe tafajt janë, Laluna ti këndon shpesh. Para 20 vjetë kam kënduar të ata. Kështu që amikin po e përshëndes, po e përshëndes. Itali kanë jetua, po? Po, në Itali, dhe më tonë edhe aromën e Itali se kanë si edhe disa gratisa. Unë kam aparatin, e kam gjitha të vila e me. Me qenë mira, me nga pru një aparat gratis, do kafe, kështu që. Bëjmë reklama. Kismet të restorani, kur hapet restorani, dhe me tonë pa tjetër që jemi kontakt. Lab, e di që e përmende, nuk ka qenë punë e letë, ka qenë punë e vështirë për ty, për shkak se nuk je marrë me ndërtimtari, sot je vetë, sot nganë vetë në përlagje, sot mundosh me kry... Edhe punoj vetë. Po, me kry punë vetë, dhe më tonë edhe mundosh, dhe më tonë një farmyre. Çfarë ndjenji ishtë, dhe më tonë se gjithmonë shikuesit shohin të këndu, shohin një rrjetet sociale. Çfarë ndjenji ishtë me qenë edhe punëtor? Pa kam qenë gjithmonë punëtor. A ju dim vlerën sot ma shumë? Jo, kam qenë gjithmonë punëtor. Në moshën 11 vjeçare, babi im më kalon në fush vetë në Vnesht, edhe bi 1 hektar brenda një jave, e kam punuar, stërpikur, gjitha ato që i ka Vneshti, se babën e kom pas agronom bujqësisë, edhe një biznesmen shumë i suksesshëm në aso kohë, edhe gjyshin. Gjyshin kam në 89 vjeç, ala punon bi 3-4 hektar tokë, është ala ende i fort. Gjermani vërtet, shqiptari vërtet pa tjetër, po ka punu kohën ma 72-shën në Gjermani, edhe është mësuar me punu tamam si Gjerman. Edhe kështu që unë kam pas gjithmonë edhe në Zvicër, edhe dërsa jam atje, edhe kam punu punë shtetit, kështu që punën e du shumë, edhe nuk e kom pas vështirë mu, por tash unë mendoj, thënë një fjallë populore, dhe si të kruhet dora jote, nuk të kruhet në uja, edhe kështu që unë kam nisë tash me punu edhe vetë, edhe për shumë keramika, gurë, qka tjetër mare, me zidu, gjanat, kreti ti. Uj me thonë edhe fasad edhe gjitha, por sovatime, jam më profi se ata që kanë punu deri më tanit e unë. Lebe, jemi në pjesë të kafës. A mund të me paramendosh këtë? Po muj me të paramendu dhe me të... Atë shtëpit të me gura unë e kam bë? Në të gjëmë, unë e muj me të paramendu dheri sa ti e bërë me vullnet edhe me zemër. Të esenca kryesore është, dhe me tonë, gjithë shkafin që buhet dhe realizohet. Se kam bërë një ekip bi 15 veta, e kështu që nëse unë të rasë ty si një klient, edhe nëse unë kam qenë aty prezencë në atë shtëpi, unë e di sigur që ti nuk kanë koshma. E nëse dikush tjetër e ka bërë, unë jam garant që klienti gjenë 200 gabime. Kështu që kur e bëm dora ime që jam aty, e di sigur që klienti do t'jetë tërknaqur. E kjo është çështja. Uroj edhe besoj, dhe më tonë që ne të cilët jemi pjesë e lagjes kemi më shiju deri në pikën e fundit atë lagje, por edhe ata cilët fakti e kjebë, dhe më tonë një biznesmeni a kjebë 3-4,
uroj që dikush që kërkon për me ble mundet me gjetë, dhe më thonë, në kompleksin. Më falë, pas ka të shka dhurat të madhe, Jo, që unë po iki, me njerë për marri. Jo, s'ki nevoj me marrë me veti, këta si me marrë me veti nuk banë. Po është, dhe më thonë, është e emisionit është. Kështu që e ka një dry qëtë. Ky dry, dhe më thonë, edhe mbyllët, por edhe ka një qelës që hapet. A më banë mend, fillimet e tuja, dhe më thonë, kushta ka hapë? Sigurisht që prindrim, po në basë saj, profesorin indjeri Jonus Mullavda, i cili hapët e para në shkollën e private, kam pas më duket 9 vjeç, më thënë, kur jam mësuar nga ai piano, solfeggio, harmoni, njohje instrumentale dhe sigurisht edhe Fatmir Pista, nëse ku indjeri Faik Sylka, po më shumë të pedagogin nderuar që nuk është në mesin tonë, Jonus Mullavda e falenderoj shumë edhe dha Zoti që të takojnë atë botë tjetër, sepse ai më ka ndihmuar shumë. Edhe kur kam, edhe sigurisht edhe Nasser Dula, edhe gjithë ajo mësimi i profesorin të ndjerin Jonus Mullavda, kur kam shku në provim pranus në Prizren, jam pranuar me njerë dhe piano kam kaluar, dhe më thënë, prej klasës parë, për 2 javë kam kaluar në klasën e 4, sepse ka qenë i njëti plan program të cilin e kam ushtruar edhe në gjatë periudhës, derisa kam ushtruar të profesori Jonus Mullavda. E falenderoj shumë, familjen e tij, inshallah Zoti është në xhenet ai, sepse shumë ka dhënë përshtypje pozitive, më ka ndihmuar shumë, edhe sigurisht që gjitha muzikën që e kam njohur, pa pasur talent, sigurisht që s'mund të bësh asgjë, por ai më ka mësuar rapat e parat në çka është klaviaturi, piano, gjitha gjëra tjera në muzikologjinë. Këto është një fletore. Ajde. Edhe ka një lapc. Gjatë këtyre viteve, dhe me thonë, është e pa mundës me mësme pas dikënd që ja kishe shkru e emnin, në to, po egziston edhe goma që ja kishe fshi emnin. Apo, me njerë. Që ja kishe shkru e emnin, Kërkoj ndjes, po është që ashtu të është. Nuk kisha dash me hinë ato një, heq. Ma mirë mos me hinë, sepse... S'kisha dash me hinë, për shkak se unë mik i dyve jam edhe... Ti do t'jesh gjithmonë miku i gjithë shqiptarëve, edhe unë jam miku i gjithë shqiptarëve. Edhe që në këtë fush muzikës unë jam profesionist, edhe jam student edhe fakultetin e muzikës, edhe kam bëj 320 kënga karierën time, bëj 200 videoklipe, 25 albume, por kur shkojmë në luftë, 2 ushtarë, nuk du të tratohemi ushtarin me shokun me shokun. Tradhtia nuk është false. Jam akmarrë shumë. Sigur të garant edhe shikuesit e kam pas, sepse emri është filmu, dhe më tonë, prej regjisë është pa, dhe më tonë, për kënd kje fjalla. Këto momente, unë kisha dasht me të pyt të kafja. E thash që këthena të kafja, për pës kësajna, cila kafe ka qenë kafja majet, që e kipi deri me sëtë. E ki mendu, dhe më thonë që është personi duhur, e ki mendu, dhe më thonë me plët ndjenja, me plët emocione, me plët shpirë, se ka me qenë kafja maj mira në botë, po kur e ki pi... Me një person që kun pi? Kur e ki pi, dhe më thonë, o kun kafja maj edhta që kur njët nuk i kështë paramendu. Tash nuk mujtë të them kush është e personi, por një shoku im, një klient im, edhe kur e përshëndes, po e them edhe emrin, dhe më thënë, është Kushtrim Thaçi, edhe jeton në Itali, edhe shumë ka besim të unë, edhe unë kam besim të aj. Edhe kur erdi, ka blenjo 2 shtëpia të unë. Kur erdi, tha Lapinot bre, shumë për përqena e lagja, shumë, duket antike, si kur me qenë në një periferi Italis, ku ti, po mjeshtat kam punu shumë keqë, qaqë së më ka ardha e ka veç më kupi, por tha nuk të req një për shpijave. Sepse përsëri tha, më përqen edhe të besoj shumë, sepse je besimtar i Zotit, edhe jemi edhe unë ashtu, por tha të besoj, por tha shumë kishe pas do mjeshtat të këqi. Po, tha, apet, pranushme është. Do më thonë, kështu që kafja... Jo kafja, po, një darka kafja më e keqe edhe më e parushme. Në cilin shtet ka qenë kafja më e mirë që e ki pi në i herë? Cilin shtet?
Sepse kishe ti të prej një vend tjetër. S'kam qenë në Australi, Amerikë, Angola, gjithë. Po që ta pa të pësku, cilin shtetë kalon për shtypje? Apet Gjeneva, aty me faktë. Gjeneva. Në me thonë Gjeneva mbetet. E du shumë atë qytet, atë republikë, sepse është republikë dhe kanton vetë. Po, qka mu i me thonë, për shkak... A di pse ka njësë shumë të mira. E përmendi Gjeneven, Gjeneva ju mbulaksohet me krejt nacionalitetet e mundshme. Dhe me thonë, a takon krejt vendeve të ndryshme të botës, kimi takun Gjeneva. Është një Amerike vogël Gjeneva. Mu me thonë ashtu, Zvicra është një Amerike vogël. Dhe që sërin të natën së në Amerikë, 24 orë, plejnë, ma herë. Gjenevë janë shqiptarët, ka do ku ka shqiptarë janë të mirë. Kemi humanizëm në shpirt, po Gjenevë janë pak më duket më të mira, sepse ka të Vitijës, ka të Gjilanit, Ferizajt, ta na trebat, por unë edhe që jam i Rahovecit, por gjithmonë i them jam ka Johana, sepse jam rrit me ata, e kështu me rallë, marrin ma shumë darsma, Logina, Presheva. Kur i përmendet darsma, qështë e ki sezonin? Është mirë? Të gjithë kanë darsma, edhe unë besoj që kam po... Është e mirë, dhe më tonë, është e mirë sezonin? Jo, mirë, po super mirë. Bravo. Gjithmonë sepse sezon... Edhe këta dytë që jonë bashkë me neve, edhe këta dytë, dhe më tonë, kanë sezon ko gjatë mirë. Se po i presin qifte për më kinë. Mjafton vetëm që kapë një akordë me disa, a kanë as kanë, unë kam nevojë si njerëz mi pasafër. Po, s'po mbjen rasti se. Ljab, për fund, qka bashkë me ata dytë, edhe unë kisha dash dhe me tonë edhe me të falenderu, edhe me tonë paq netën e krejtë mirat e Zotit, ku në fakt unë edhe përbëj për mbylljen e emisionit, bashkë dhe me tonë me ty, bashkë me ata dytë, uroj edhe besoj për të mirat ako me. Falenderimi takon Zotit, edhe posaçërisht edhe juve që më keni ftuar, unë ju jam shumë falenderues, sepse gjithmonë ki përkra edhe në momentet më të këqija, edhe në momentet më të mira. Edhe nuk kam koment për juve, sepse vetëm e lusë Zotin të jep shëndet ty dhe familjes tënde, edhe nuk kam koment prej familjes, prej nënas, prej bashortës, të kanë botë fala shumë, edhe po të paqafojnë, edhe të urojnë shëndet plot. Shumë faleminderit, respekt pa fundi dhe për familjen tënde. Ata që të harojnë artistat tyje, vallaj, do t'ke shumë. S'ka lidhje, ajnalt është për që s'ka. Pra një kanë nga Elbasanit. Po, okej. Rretëm rreth kalase, këndo kumëria, Elbasan i bukur Elbasan, për të namaz gjase rreth me talurgjia, Elbasan i bukur Elbasan. Vajza si sot ka dhe, tjefto si Petrita, edhi këngje pa dhe ane ba. Vezullojnë drita, Elbasan i bukur Elbasan. Vajza si sot ka dhe tjep si Petrita, edhi këngje pa dhe ane bak. Syll për me gjyra, vezullojnë drita, Elbasan i